skeme organizuar kriminale dhe manipulim janë disa prej akuzave gjatë bisedës së nxehtë në aplikacionin Viber, që ka shpërfaqur krizën e brendshme të LDK-s pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Protagonistë të bisedës goxha të ashpër në grupin e Viberit kanë qenë Arben Gashi, Kujtim Shala, Abdullah Hoti dhe Armen Zemaj. Në këtë grup ishte edhe shefi i partisë Lumir Abdigjiku. Ish shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Arben Gashi, ka këmbgulur se ka pasur vjedhje të votave dhe insistonte që skemës që sipas tij u orkestrua nga disa bashkëpartiak t'i vijej emri skem kriminale. Dyshime ka hedhur edhe Hoti e Zemaj. Faktet po ulërasin në kujtim. Ti duhet me u pajtu me shqetësimin për krimin që ka ndodhur, shkruante Arben Gashi. Asnjë manipulim nuk është i tolerueshëm, i përgjigjej Kujtim Shala. Kujtim që t'ja emrin nuk është manipulim, është skeme organizuar kriminale, pa e identifiku sakt problemin, nuk mundemi me shpëtu partin, insistonte Arben Gashi. Okej, daj, e identifikojmë dhe e adresojmë si duhet. Jemi ne, por kemi edhe institucione që merren me gjëra të tilla, reagoi sërish Shala. Me okej e mbyll diskutimin me të Arben Gashi. Mirë po kryetari i LDK-s Abdigjiku nuk është marrë me temën e diskutuar në grupin e Viberit, por për sulmet e sinkronizuara ndaj LDK-s. Për këtë nuk ka përmendur raste dhe emra. Për këto sulme të orkestruara, sipas Abdigjikut, janë bërë bashk kundërshtarët e rinj e të vjetër të LDK-s. E për temat e brendshme, ai ka thënë se tashmë janë diskutuar në kryesi. Rini të qetë, LDK-ja është e fortë, unike e përtrirë. Kur më bashk se sa sot, zërat e shterur nuk e lëkundin më, thim prapa nuk ka. Nuk ka kthim në pragun e shuaris, por rritemi më shumë e më shpejt se secili. Në postimin e gjatë, Abdigjiku ka insistuar se nuk ka kthim prapa në pragun e shuaris. Biseda në Viber është pjesë e krizës së brendshme që nisi të dilte në sipërfaqe më herët. Deputeti Abdullah Hoti, 2 javë më parë në një postim tronditi publikun kur bëri thirrje për lidershipërinë e LDK. Hoti akuzoi për vjedhje votash brenda partisë, personalizim të fushatës, përbërjen e listës, renditje të kandidatëve dhe favorizim medial për disa prej tyre.